Faza finale e kampionatit kombëtar të basketbollit për femra kategoria U18, të cilën Federata e Basketbollit e zhvilloi për 2 ditë me radhë në Pallatin e Sportit Qezim Dervishit të Shkodrës, u mbyll me finalen mes Vllaznisë dhe Tiranës, një sfidë emocionuese e cila u shoqërua me entuziazëm që nga fillimi e deri në fund të ndeshjes. Donse Tirana nis më mirë teksa fiton periudhën e parë 8-16, në të dytën Vllaznia është ajo që fiton 8-6, por forca reale e vajzave shkodrane do të shihej në periudhën e tretë që e fitojnë 12-3 dhe me avantazhin pas 3 periudhave në shifrat 28-25. Megjithatë, gjithçka do të vendosej në periudhën e katërt. Një 10 minutash ky që foli tërësisht për vajzat mike, që jo vetëm barazojnë, por përmbysin në favor të tyre, duke fituar ndeshjen 49-36. Fitore kjo që i shpall kampione vajzat bardheblu për sezonin sportiv 2024-2025. Me përfundimin e ndeshjes, Federata Shqiptare e Basketbollit organizoi ceremoninë e mbylljes së kampionatit, ku fillimisht medaljet e nënkampiones i u dorëzuan vajzave të Vllaznisë, e më pas për vajzat kampione të bardhebluve u ndal medaljet dhe ju dorëzua kupa nga presidenti i Federatës Avni Ponari dhe ish kryebashkiaku i Shkodrës, kandidati për deputet Bart Spahia. Realisht shumë keqardhje, sepse ishim 2 ekipe që ishim aty. Gjatë gjithë kampionatit kemi qenë aty në ndeshje, por gjithmonë finalet kanë emocione. Vajzat mendoj që i pushtej pak emocioni. Momenti që u çliruam ishim bajagi para me pikë. Mendoj kapi për paniku emocioni i finales, por janë të reja. Rëndësiko që kena arrit deri këtu, kena punu fart. Bëmë një lojë shumë bukur. Tregunin që din me lujt, tregunin që kanë karakter, kanë forcë për me lujt, me mbrojt, me stënmu. Kështu që kjo është rëndësishme për ne, sepse janë vajza të reja. Synimi jonë kryesor është me përgatit vajza cilësore që me çu me pas prurje të këtë rritërat. E vështirë për shkak se vinim nga gjithë sezonin në cilin e kishim vetëm me një humbje, ishim vend e parë dhe ishim ekip pretendent, po fusha tregoi gjithçka më ndryshe. Vllaznia ishte ekip në të cilin na ka pasur vështirësi edhe gjatë sezonit, po e tregoi edhe në finale që ishte pretendenti kryesor pas Tiranës për ta fituar këtë titull. Lunë në një fushë shumë vështirë, në të cilën kemi hasur vështirësi edhe në gjatë sezonit, por më në fund ja dolëm.